Grushteti. Nuk mbeti analist I qeverisë që nuk del në për ekranet dhe do të na mbushi mendjen që kemi të bëjmë me një grushteti. Që të marrësh të pandehur Belinda Ballukun, pavarësisht skandaleve, na që nga një grushteti. E vërteta është shumë ndryshe. Më në fund në Shqipëri ka drejtësi. Ndërkohë që politikanët e korruptuar dalin para SPAK-ut, shkojnë në SPAK për të dhënë llogari, në SPAK shkojnë dhe ndërkombëtarët, por shkojnë aty për të komplimentuar me Dumanin dhe SPAK-un dhe për t'i mbështetur ata. Po të kishin të bëni me një grushteti, sigurisht ata do flisnin, por askush prej tyre nuk thot që në Shqipëri ka një grushteti, apo që në Shqipëri ka ndonjë rrezik për Republikën e prokurorëve, siç thon analistët që mbushin ekranet dhe xhepat e tyre me parat që qeveria I vjedh qytetarëve shqiptar. E vërteta është që nuk ka asnjë problem nëse Edi Rama merret I pandehur, apo edhe nëse pezullohet nga detyra, përkundrazi, kjo do ishte një arritje historike për Shqipërinë. Më në fund, politikanët e korruptuar, pavarësisht se janë në detyrë, dalin para drejtësisë. Nuk mjafton të marrësh vota për të vjedhur. Ka një drejtësi që të nxjerr para ligjit dhe të pezullon dhe nga detyra, pavarësisht votave që ti mund të kesh marrë.